pare ma shumë. Normalisht Nëse po flasim për nuk i doj, me relaksu pak edhe ndoshta. na jem zemër gjonë edhe pse kem standarde t'ulta këtu. Po flas aspektin e dasma që unë i zhvilloj, normalisht që dasmat ma shumë zhvilluan për diasporës, se diaspora nështë e ka ma letë pak me përbalu dasmën. Po, a dalojnë shmimet 600 euro, është probleme bëj i dasëm që kushton deri 20.000 euro. Po, për shembull, shumica flasin që edhe dalojnë pak shmimet për mërimtarët edhe për vendasit. A është e vërtetë kjo? Dalojnë kur gjë. Na nuk bëjmë dallim. Çmimi jetë që aty. Unë menej që nuk ishtë dorë, se është periudhë e një farë lloj turizmi që bëhet. Orë ka pagu edhe të kafe ka një regjist 15 euro edhe të vonome. Unë se mendoj që do të me bëjë ndryshim çmim për shembull, se normal që na e kuptojmë klientin më herët që është i diasporës për shembull në atë aspektin që kur thirr numri thirr ose me +4, ose me +4 non. Po du me thonë që në atë aspekt që normalisht e kem diasporën, e kem një vull edhe një standard më të madh